është shumë interesant, do të thotë fillimisht lidhja që është bërë në njëjtin ajet mes mohimit të idhujtarisë dhe mohimit të vrasjes. Për çfarë arsye? Për shkak se njeriu, nëse shikojmë sot edhe në të kaluarën, vrasjet, gjakderdhjen që bëhet në tokë, në shumicën e rasteve është si pasojë e lakmis, si pasojë e zilis, si pasojë e urrëties ndërnjerëzore. Që të gjitha këto do të thotë burojnë nga aspekti material dhe e psharak. Andaj Allahu te bareka ve taala do të na tregon se këto aspekte dhe këto anë të errta të njeriu që mund ta shtyjë njeriu deri në këtë fazë të vrasjes së dikujt pa drejt, nuk shërohen ndryshe. Dhe nuk mund të marrë fund ndryshe përveç se kur njeriu pavarësohet me besim. Në qoftë se njeriu për shembull është i mvarur nga nga kjo botë, ai për ta ruajtur atë, ai për ta mbrojtur atë, është në gjendje të bën veprime të këqija nga më të ndryshmet, madje edhe të vranë. Madje edhe të vranë. Përderisa nëse stolis me besim të pastër, dhe është i lidhur me Allahun Azza wa Jall, e pastaj sillen kuptime të shumta që i sill ky besim tek Allahu te bareka ve taala, atëherë ai e din se për një gjë të kësaj bote nuk i avlen ai vetë të mërzitet, e lërë më të vijë deri në shkollë të vret dikën. Sikurse thot dietari njëri Ibn Qayyim rahimullah, thot kush e mediton këtë botë dhe realitetin e të, e sheh se nuk i avlen në këtë botë njeriu për asgjë për të mërzi çasti. E lërë më jetë e mërzitshme. E lërë më jetë depresion, nuk i avlen. Është tërësisht e pa kuptim. Kësë nuk ja vlen. Në nësot shumë njerës, jo që mërzitën, por për shambull, a ka njerës që vrahen me zvete për një pëllëm tokë? Po, a ka sot që njerës që vrahen sot fatkeqësisht për gjërat banale, për shambull, pse më dole në rrugë me makinë, ose pse e parkove këtu makinën, ose pse ti më shikon kështu, ose për mall, ose pse ti këtë përshet këtu, gjëra banale, apo shkaktojnë konflikte dhe gjakderdhje mes njerëzve. Nuk mund ta shfaq, vëllai nderuar, banalitetin e këtyre gjërave. Askush përveç se kualiteti i besimit. Atë besimi shkak, hoxha më thon me ruajt duart e pastra nga gjaku i njerëzve. Patjetër. Se shohim kronikat e Zotit janë mbushura plot me lajme, siç përmendë hoxha, për një cop tok, për makinën, për kerrin. Thon çdo ditë ti lexon për lajme thon raste të tilla. Atë mendojmë që pastrimi i duarve nga gjaku i njerëzve është besimi. Patjetër, nga se besimtari e din shëtrinë e gjakut. Shëtrinë e gjakut dhe e din se jeta në këtë botë nuk është veç e jona. Nuk është veç e imja. Unë kështu mendoj dhe duhet e tërë bota të këtij mendimi. Jo, Allahu te bareka ve teala ka lejuar. Ai është Zoti i kësaj bote. Përmendoj për shembull si bie kjo. Ta sjell një shembull konkret. Një njeri ka një hotel. Apo është i tij. Dhe tashmë ai hap dyert e hotelit për këtë që don të vijë në hotel. Vije dikush për njerëzve dhe nuk është hoteli i tij. As nuk është, ai është një nga banorët e hotelit. Është nga vizitorët e hotelit. Dhe fillon më të dhunshme të përjashton çdo kënd i cili nuk bart pasaport sikur saj. Po ti çfarë përzihesh këtu? Nëse nuk i pengon të zotit të hotelit lëshmëria e nacionaliteteve, pse duhet pengu ty? Andaj them kjo botë është e Allahut. Apo, dhe Allahu ka luar që këtë botë të jetojnë njerëz me mendime të ndryshme. Të jetojnë njerëz me qëllime të ndryshme. Prandaj nuk duhet që për shkak të një ngushtësie mendore, apo njeriu vetëm për këtë ta privon dikën nga jeta. Nga është e drejtë e tij të jeton. Është e drejtë edhe ti që të priton nga begat e kësaj bote.